e pata atë idenë dhe më thonë që fituesi shihe me armiqësi. Natyrisht një lloj armiqësie ka dhe dajkun. Mirë po, ai që është fitues, duhet ta luaj lojën të jap diçka për të marrë atë. Sikur që e ka dhënë Rogova, domethënë në 2001-ën, 2004-ën, pozitën e kryeministit për ta mbajtur pozitën e presidentit. Tha që në 2014-ën e pa që kryeministi s'bëhet, atëherë ja ofroi Lidhës Demokratike dhe u zhbllokua situata dhe Kurti. Du ta afroj, por kam përshtypjen që asnjëra parti nuk është entuziaste për ta bërë qeverinë, sepse është kriza tjetër e radhës e programuar për president. Dhe opozita s'u ne bën qeverinë, se po edhe ta bënte. E din që pa votat e vetëvendosjes nuk zgjidhet presidenti, pa votat e presidentit bie qeveria. Domethënë, këtu kemi krizë mas krize. Po që gjitha, vetë nëse mundet, që gjitha këto janë të para, po zëmë. Nuk e ke shumicën shko në zgjedhje. Nuk është fundi i botës nëse prishet një koalicion. Po në ma shumë po e shoh edhe si një lloj frike tek parti tjera, që tha më herët traume e vitit 2021, sikur nuk kanë vetë besim, sidomos tek LDK-ja këtë rast, që të futet koalicion me vetëvendosin. I mungon vetë besim. Ndoshta i duhet edhe pak kohë për ta rikoperuat subjektivitetin e vetë, që është i domosdoshëm. Por gjithashtu është edhe qëndrim që unë s'futem as me PDK-n, as domethënë, vërtet ka kanë bllokim. Në rastin e vetëvendosjes LDK-ja, po themi, ka arsyetuar logjikën pse nuk jo mjaftueshëm. Pse nuk futen me vetëvendosjen, por me PDK-n nuk ka pasur një arsyetim pse nuk hynë në një qeveri të partisë. Shtyllë fort për Albin Kurtin. Ka qenë një rrugë e tretë, nëse ju kujtohet, një koncept. Kinë se as me këta, po t'i prapë do të kesh një qëndrim të vetë.